me lajket dhe me followers të vetë bën politik, ose bën vetëm politik, bën gabim. Me followers dhe me lajkset që ai mbledh, bën shërbimin e atyre oligarkëve më të mëdhenj të planetit që përmes algoritmit dhe përmes platformave pasurohen eksponencialisht çdo ditë. Algoritmi nuk shpërblen qetësinë e varros, sepse qetësia është armik i algoritmit. Algoritmi nuk i shpërblen nuancat, i fsheh, sepse nuancat janë kundërshtare të algoritmit. Algoritmi nuk e do arsyen. Dhe prandaj, në të gjitha studimet e bëra, të gjitha postimet, në të gjitha platformat, të cilat janë të mërzitshme sepse janë të arsyeshme, kanë një shpërndarje shumë më të ngadaltë se sa ato që janë tërheqëse sepse janë skandaloze. Algoritmi është aty për të shpërblyer konfliktin dhe çdo qenie konfliktuale që i vihet atij në dispozicion. Ai